Shqipëria është ndër 50 destinacionet kryesore botërore të turizmit në 10 vitet e ardhshme. Prestigjozja Business Insider ka përpiluar një listë me disa vende që kanë potenciale të mëdha për udhëtime. Në artikullin e publikuar së fundi, thuhet se shumë shpejt, qytete si Parisi apo New Yorku mund të përballen me një krizë të turistëve, për shkak të përvojave zhgënjyese si çmime shumë të shtrenjta, zhurma të shumta dhe restorante të këqij. Për këtë arsye të apasionuarit e udhëtimeve po shikojnë destinacione të reja, më pak të njohura por me potenciale të mëdha. Duke ju referuar të dhënave të Këshillit Botëror të Turizmit dhe Udhëtimeve, Business Insider ka hartuar një listë me 50 destinacionet kryesore. Në këtë studim janë krahasuar të dhënat mbi prodhimin e brendshëm bruto për çdo vend dhe kontributin e pritshëm të turizmit në 10 vitet e ardhshme. Shqipëria renditet në vendin e 42, ndërsa për të theksohet se kur u çlirua nga komunizmi, ishte plotësisht e papërgatitur për të pritur turist. Por tani, rreth 20 vite më vonë, Alpet e Shqipërisë, kështjellat apo kalat e shumta dhe Bregdeti thuajse i paprekur e bëjnë Shqipërinë ndër destinacionet kryesore në rrjetin evropian të udhëtimeve. Meriti i këtij vlerësimi është natyra, ndërsa mungojnë kriteret e vlerësimit të punës së bërë për zhvilluar turizmin. Bukuritë natyrore vlerësohet të kenë qenë baza e përzgjedhjes, pasi lista kryesohet nga vende afrikane. E në këtë renditje kemi dhe disa vende të rajonit të Ballkanit. Nga fundi i listës renditet Bosnia dhe Kroacia, ndërsa Mali i Zi zë vendin e dytë si destinacioni më i rëndësishëm në 10 vitet e ardhshme.